Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, duke qenë se u futa pak vonë sot, nuk do të mbasda më tepër kohë, prandaj po filloj me një tek parashikimi i javës. Po them si fillim mirë shërbimet e mia, pastaj do kaloj me një tek ndikimet që kemi gjatë javës në vazhdim. Atëherë, unë bëj 2 lidhje drejt për drejta çdo javë, të hënë dhe të premte. Të hënën është në lidhje me ciklin e hënës, ose pyetje përgjigje, flas në përgjithësi në lidhje me ritmin e kohës dhe është më tepër lidhje filozofike, le të themi, bëjmë diskutim së bashku. Ndërkohë që ditën e premteve është fikse, kemi parashikimin javor. Të gjitha këto video në përgjithësi i vë tek kanali im YouTube, sidomos ato që janë për parashikime periodike, mund të gjeni të nesërmen dhe në përgjithësi janë dhe të ndara në shenja. Përveç kësaj kam edhe video në lidhje me kalimet planetare dhe ato mund të gjeni te kanali im YouTube, ose paraqitjet në televizione, të cilat janë në këto momente me 2 me marrëveshje, që është një tek Adysiene ditën e hënë, është në orën 9 tek programi Dita Jon, ndërkohë që ditëve të premte jam te programi Në shtëpinë Top tek kanali Top Channel në orën 10. Këto janë shërbimet e cilat janë për publikun, janë për ju dhe janë pa pagesë, ndërkohë që përtej këtyre mund të merrni edhe konsultën tuaj personale. Në konsult personale jepet analizë hartës, mund të gjejmë ascendentin tuaj, orën e lindjes, në qoftë se nuk e dini, dhe mund të bëjmë analizën e lidhjes, çfarë do lloj lidhje që të jetë, nuk do të thonë thjesht lidhje sentimentale, po ashtu edhe parashikim për të ardhmen në vartësi të hartës tuaj të lindjes. Këto që sa përmenda janë shërbime me pagesë, të cilat mund t'i prenotoni vetëm duke më shkruar nga WhatsApp-i im. Në qoftë se më merrni në telefon, ju bëj automatikisht blok. Tashmë shumë veta këtë e kam mësuar, prandaj në përgjithësi më shkruani, faleminderit për këtë. Po filloj me njëherë tek parashikimi javor. Është java 9 mars, 9 deri në 15 mars. Për fat të mirë tashmë futemi në fazën ku do rregullohet pak a shumë energjia, sidomos java në vazhdim është një ndër javët e tilla. Më e rëndësishme është mbarimi i retrogradës së Jupiterit. Retrograda e Jupiterit do të mbarojë në datën 11 mars, kërkojndjes 12 mars, po do të jetë herët në mëngjes në orën 4:05 të mëngjesit. Prandaj, gjatë gjithë datës 12 do të jemi me Jupiterin duke ecur drejt, ndërkohë që duke filluar nga dita e Mërkur, që është data 11 mars, do të fillojë gradualisht edhe Mërkuri të ngadalsohet, në mënyrë që pastaj të rifillojë lëvizjen drejt në datën 21 mars. Do të jetë vonë, ajo është në orën 20:57. Si rrjedhoj, do të fillojmë që ta ndiejmë më tepër ndikimin e Mërkurit duke ecur drejt, pra në datën 22. Ndikimet që do të kemi gjatë javës në vazhdim në përgjithësi janë pozitive, siç e përmenda. Një ndër ndikimet pozitive që do fillojmë që ta ndiejmë edhe nesër. Do të kemi një kënd pozitiv midis Mërkurit dhe Jupiterit, duke qenë se Mërkuri është në retrograd në këto momente, ka një mbështetje vërtet shumë të madhe nga Jupiteri, prandaj edhe gjithë shpërqendrimi që mund të kemi pasur në këto, mund të kishim pasur më të themi, sepse Mërkuri është në retrograd tek shenja e Peshqve, është disi më e zbutur. Një ndikim i cili është vërtet shumë pozitiv është lidhja që ne kemi me ndërgjegjen e kolektive, prandaj edhe mund të kemi shumë ëndra pak a shumë profetike, ose mund të zgjidhim shumë probleme kur jemi duke fjetur, pra në ëndër, sepse mendja jonë punon në mënyrë vërtet shumë fantastike në këto momente. Është disi më ngadalsuar, arrim që të përpunojmë gjërat më mirë, dhe duke qenë siç e thash, kemi edhe kënd pozitiv me Jupiterin, këtë do të thonë që kemi një kënd pozitiv, kemi një mbështetje shumë të madhe edhe nga sistemi. Në përgjithësi marrëdhëniet që do të rregullohen gjatë kësaj jave, duke filluar që nga dita e nesërme, janë marrëdhëniet familjare nëse kanë qenë problematike. Nëse kemi pasur keq kuptime që nuk dinim se si t'i zgjidhnim, domethënë, kjo javë, madje përgjithsisht duke thënë që nga dita e nesërme pa data 7 mars, do të fillojë që të jetë aktive, do t'i kushtojmë ngujm për këtë arsye që të përdorni. Është diçka që e thash edhe sot kur isha te kanali Top Channel, në datën 8 mars, pra ditën e diel, në orën 10:10 të mëngjesit, do të kemi krijimin e një trekëndësh i ujë, këmbët e të cilët do të jenë Jupiteri, është Hëna dhe Mërkuri. Prandaj dhe, duke qenë se kemi një trekëndësh me
këto ndikime kaq të mëdha pozitive, do t'i këshilloj të gjithëve që të paktën për disa minuta fokusoheni tek gjërat pozitive që keni aktualisht në jetën tuaj. Jemi pak më tepër falënderues për ato çfarë kemi dhe të kalojmë më tek për kohë me familjen tonë, nëse keni mundësi gjatë gjithë ditës së diel. Por të paktën disa minuta, pra nga ora 10:10 deri në orën 10, nëse mundeni ta bëni, që të fokusoheni vetëm tek gjërat pozitive që keni në këtë moment në jetën tuaj, do ta vini re që do të keni një farë çlirimi edhe brenda jush. Kemi një ndikim vërtet shumë pozitiv siç e përmenda, që është të kalimi ose më thënë lëvizja drejt e Jupiterit. Kjo do të filloj të çlirojë të gjitha problemet që kemi pasur deri në këto momente me fatin ton. Çfarë do të thënë? Kjo të gjitha pengesat që na kanë dalë përpara që nuk na kanë lejuar që të ecim në rrugën që ne kemi zgjedhur, qoftë kjo karrierë, qoftë edhe në lidhje sentimentale, duke filluar nga data 12 e tutit, tashmë këto do të ngrihen dhe kemi edhe më tepër aftësi që të gjejmë pra rrugëzidhje për gjithë ato që kemi pasur problematike. Do të kemi gjatë javës në vazhdim një ndër ndikimet që do t'i këshilloj faktikisht të jemi disi më të kujdesshëm, thjesht disi është konsumi, duke filluar nga dita e sotme mund të kemi një konsum vërtet shumë të madh. Prandaj do të këshilloj të gjithëve që të jemi shumë më të kujdesshëm në këtë pikë. Jemi pak të dashura me jetën dhe jemi shumë më të optimistë se çfarë duhet në disa momente. Prandaj edhe mund të konsumojmë shumë, mund të harxojmë shumë kohë, si edhe mund të harxojmë edhe anë material, po mund të harxojmë vërtet shumë herë më tepër në këtë aspekt kohën. Për të ndërtuar diçka, duhet jemi thjesht të sigurt nëse është ajo çfarë neve na shërben, që është e shëndetshme për ne. Dhe në bazë të saj domethënë jemi pak më përzgjedhës, por përsëris konsumi i tepërt normal që na dëmton, por është edhe një moment domethënë vërtet shumë pozitiv. Vërtet që do të këshilloj që këtë javë ta përdorni për të fokusuar tek gjërat pozitive. Domosdoshmërisht që gjithmonë ndodhin gjëra negative. Jemi në një botë që ka dualitetin brenda, por gjatë kësaj javë vërtet që kemi aftësinë që të përzgjedhim atë se çfarë shikojmë, se çfarë konsumojmë në jetën tonë dhe se çfarë mbajmë mbi të gjitha. Prandaj edhe nëse përdorni këtë aspekt, do të ishte edhe më mirë për të gjithë ne. Do të them thjesht shkurtimisht cila është dita më pozitive dhe cila është dita më negative, në mënyrë që të merrni pak më tepër masa. Atëherë, gjatë javës në vazhdim jam paka shumë të gjitha ditët një lloj, nuk kurse mund të them që ka ditë shumë ekstreme domosdoshmërisht që ka pasur këtë periudhë. Gjithsesi ditën e njëjtë, edhe pse do të kemi mbarimin e retrogradës Jupiterit, duke qenë se hëna do të ketë këndë negative, sidomos gjatë pjesës së parë të ditës, me Neptunin, me Saturnin dhe me Venusin, do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm atë pjesën e konsumimit. Atë gjatë asaj dite do të këshilloj që të jemi edhe më të kujdesshëm, dhe duke qenë se kemi edhe Neptunin në mes, mund të kemi farë mjegullimi. Si rrjedhoj para se të veprojmë, gjithmonë të mendohemi, pastaj ta hedhim çdo hap. Pra, më mirë pak më ngadalë, të sigurt, se sa të pastaj të pendohemi dhe të kthehemi mbrapsht. Po fillojmë me njëherë tek ndikimet që do të kemi tek shenja e dashit. Për shenjën e dashit do të kemi një çlirim të dukshëm, më duhet ta them, sidomos duke filluar nga dita e Mërkurit tutje. Kjo sepse deri në atë datë, deri ditën e Mërkurit më themi, Venusi, edhe pse është i vendosur tek shenja e tij, duke qenë se do të jetë në takim me Saturnin, ato anët pozitive të tij, nuk është se do të ndijmë shumë mirë, prandaj edhe më tepër do të ndijmë pas ditës së Mërkurit tutje, duke përfshirë pak a shumë dhe pjesën e dytë të ditës së Mërkurit. Cilat janë anët pozitive të Venusit tek shenja e dashit? Jemi shumë më tepër optimist ndaj jetës. Kemi më tepër prirje për të parë begatin tek gjërat, prandaj edhe e tërheqim edhe më mirë në jetën tonë. Jemi pak më të dashuruar me jetën dhe jemi shumë më tepër romantik brenda lidhjeve tona. Prandaj edhe kemi edhe aftësinë që ta zbukurojmë çdo ambient ku futemi. Problemi është se Marsi do të vazhdojë që të jetë i vendosur tek shenja e peshëve, prandaj duhet jeni më të ngadalësuar. Pra duhet jeni çdo hap të sigurt, por jeni vërtet shenja e cila gjatë gjithë javës në vazhdim do të keni një rritje konstante. Problemet që mund të keni pasur gjatë gjithë kësaj periudhe, sidomos me shëndetin, në javën në vazhdim vërtet që ta keni shumë herë më të thjeshtë edhe për të gjetur zgjidhje, madje mund t'i kaloni pak a shumë në përkëmbë, domethënë. Një ndër ditët që në lidhje me shëndetin mund të bëhet pak e lodhshme, por shumë pak, është dita e shtunë.
Duke qenë se Hana do të ketë një kënd negativ me Chironin që është i vendosur tek shenja juaj në këto momente, por e kam përsëritur disa herë duke qenë se Chironi tashmë ka mbaruar retrogradën. Problemet që mund të keni pasur gjatë muajit dhjetor dhe janar në lidhje me shëndetin tuaj tashmë nuk i keni, është thjesht domethënë diçka shumë kalimtare. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm për shenjën e dashit për sa i përket të ardhurave materiale. Kjo do të jetë aktive pothuajse gjatë gjithë javës në vazhdim, sepse kemi një rritje vërtet shumë të madhe në begati, siç e thash, nga që shikojmë gjërat që janë shumë më të begata, arrim që t'i perceptojmë nëse cilat janë ato, i tërheqim shumë më mirë në jetën tonë. Kemi dhe një aftësi vërtet shumë të madhe në këto momente që të punojmë pareshtur, sepse kemi pasur një periudhë shumë të gjatë ku kemi, le të themi, nuk kemi ditur se ku të hidhim hapet, tani jemi më të qartë në jetën tonë, prandaj dhe hedhim hapat më të sigurt, sidomos duke filluar nga data 12 mars, pra ditën e njëjtë, duke qenë se dhe Jupiteri do të marrë retrogradën, kjo do të përkthehet në një begati vërtet shumë të madhe brenda shtëpisë, banesës. Madje kjo lloj begati mund thotë edhe begati emocionale ose bukuri emocionale, nëse e shpreh siç duhet. Pra domethënë që marrëdhënia familjare fillon të zbukurohen. Kemi një harmoni vërtet shumë të madhe brenda shtëpive dhe banesave. E njëjta gjë është, ose më themi edhe në mënyrë të anasjellt, edhe tek karriera dhe si rrjedhoj, duke qenë se ndihemi më mirë, më të vlerësuar. Kjo do të thotë që mund ta përkthejmë këtë lloj ndjesie, pra mund në një sukses më të madh në karrierë dhe si rrjedhoj të kemi edhe të ardhur materiale shumë më të mira dhe të kemi një përparim vërtet shumë të madh në përgjithësi në jetën tonë. Për sa i përket çështjeve sentimentale, duke qenë se Venusi është planeti i dashurisë dhe në këto momente është vendosur tek shenja juaj, domethënë që vërtet jeni të dashuruar në këto momente. Qoftë me veten tuaj, qoftë me jetën, që është pjesa më e rëndësishme dhe prandaj kjo shprehet në çdo marrëdhënie që keni. Kemi mundësi në këto momente që të krijojmë lidhje të reja, por vërtet që këshilla ime do të ishte që në këto momente të vazhdojmë që të njohim të si persona dhe të fillojmë të krijojmë këtë lidhje pas datës 22, sepse sido që të jetë, Mërkuri është në retrograd dhe një retrograd e një planeti personal, domethënë një lidhje karmike. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit jemi futur në një fazë disi të çuditshme, më duhet të them, sepse ka një aftësi vërtet shumë të madhe për të rritur, për të zmadhuar, ka një aftësi vërtet shumë të madhe në këto momente për të provuar dhe për të tërhequr në jetën e tij shumë gjëra të reja. Problemi është se këto nuk kanë që të perceptoj ende se cilat janë. Gjithsesi, mund të merrni një ndihmë vërtet shumë të madhe nga shoqëria juaj për të perceptuar këto gjëra, nëse keni nevojë për këshilla, madje të këshilla që të drejtoheni aty, ose tek vëllezërit dhe tek motrat tuaj. Këta janë dy grupe, domethënë që mund të merrni këshilla vërtet shumë të mira, shumë të drejta që edhe ju, domethënë të jeni të sigurt për punën që do të bëni dhe dëshironi pra që të bëni në jetën tuaj. Këtu bëhet fjalë për gjithçka. Kemi një ditë e cila është vërtet shumë pozitive për shenjën e Demit, është dita e shtunë, ndryshe nga çfarë ishte për shenjën e Dashit, duke qenë se Hana gjatë asaj dite do të ketë një kënd pozitiv me Uranin, i cili në këto momente është i vendosur tek shenja juaj. Në të vërtetë gjatë gjithë javës në vazhdim, ky planet do t'ju mbështes vërtet shumë. Dhe duke qenë se Urani do me thonë edhe teknologji, të gjithëve do t'ju këshilloja që në një mënyrë ose në një tjetër ta përdorni teknologjinë në jetën tuaj për punën, pra për punën tuaj, në mënyrë që të mund të avanconi më thjesht. Ndërkohë që dita e Mërkur do të thotë edhe një kënd negativ midis të njëjtit Mërkur me Hënën. Kjo mund të bëhet disi problematike tek vendi juaj i punës, me eprorët tuaj, pra mund të reagoni në mënyrë jo të shëndetshme, ose mund të merrni një feedback, ose mund të veproj pra eprori juaj, pra kundrejt jush në një mënyrë e cila nuk është shumë etike. Kjo është edhe për këtë arsye një nga ditët më problematike që mund të përballeni, por fal kësaj, në qoftë se qëndroni të qetë, nuk reagoni në mënyrë impulsive, keni dhe mundësi që ta zgjidhni atë si problem dhe madje ta ktheni komplet në avantazhin tuaj, duke provuar veten tuaj, duke provuar aftësinë tuaj profesionale, pra. Dhe si rrjedhoj, e njëjta ditë, pra dita e Mërkur mund të bëhet edhe dita që më vonë do ta kujtoni si dita që filloi suksesi juaj në karrierë, ose ishin hapat e parë pra drejt një rritje vërtet shumë të madhe në karrierën tuaj. Përsa përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e Demit është në një fazë ku
Instinktivisht e konsumon gjithçka shumë shpejt. Kjo nuk do me thënë se kalon nga lidhja në lidhje, do të thotë që ndjenjat i konsumon shumë shpejt. Prandaj dhe çfarë ndjen në një moment mund mos e ndjen në një moment tjetër, çfarë do në një moment mos e doj në një moment tjetër. Për këtë arsye, këshilla ime do të ishte që të lidhim gjërat pak më tepër që të jetë në rrjedhën e tyre. Kjo normalisht nuk do të edhe na lodhë aq shumë, në qoftë se kemi nevojë për një ndryshim të vogël, këtë ta këshilloja me ngunë, madje kjo fundjavë, pra dita e diel, është data 8 mars, është shumë pozitive në lidhje me këtë temë. Do të këshilloj me ngunë që ta shfrytëzonin në maksimum. Në mënyrë që edhe gjatë gjithë javës të jeni me atë energji pozitive, pra dhe të përdorni edhe siç e thash edhe në lidhje me karrierën, po ashtu edhe për të kryer një farë stabiliteti. Duke qenë se vërtet java në vazhdim do të thotë edhe mundësi të pafundme pothuajse për të kryer burime të ardhurave materiale. Por, duke qenë se jemi gjatë retrogradës së Mërkurit, duhet thjesht të vëzhgojmë. Pra mos hidhni hapa në këtë moment, thjesht vëzhgojeni. Në lidhje me shëndetin, jeni një ndër shenjat e cila në këto momente mund të filloni gradualisht të lodheni në anën fizike. Kjo sepse keni shumë vendosje tek shenja e dashit, pra kemi shumë vendosje mërtemi tek shenja e dashit dhe domosdoshmërisht lodhet shumë sistemi juaj nervor në këto momente. Çdo gjë mund të fillojë që të duket si një pengesë shumë e madhe që nuk arrini ta perceptoni, jo më pas ta kaloni, dhe kjo gradualisht do fillojë që të prek anën tuaj fizike. Në mënyrë që të jeni më në kontroll të situatës, detyrimisht do t'ju këshilloja që të bëni pak më tepër sport, pra të jeni pak më tepër aktiv, që ta tepërojmë në këto momente detyrimisht nuk këshilloj, por që të jemi aktiv është e domosdoshme. Okej. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, gjatë kësaj jave kemi një ndikim të tillë që është vërtet shumë i shpërndar, shumë i shpërqendruar, nuk di se ku të fokusohet. Mund të zgjedh fjalët e gabuara ose në disa raste mund të pres shumë për të bërë një zgjedhje dhe pastaj domethënë të mos i ngelet kohë mjaftueshëm për ta bërë një punë. Kjo është edhe një nga arsyet që për shenjën e binjakëve gjatë kësaj jave vërtet do t'i këshilloja që gjërat e domosdoshme të paktën t'i kemi të planifikuara. Pasi t'i kemi bërë ato pjesën tjetër, domethënë të jemi pak më tepër moderitet ose nëse kemi kohë t'i bëjmë të mos e stresojmë veten shumë. Pra, kjo është një nga mënyrat më efikase që unë mendoj mund të keni për ta përdorur javën që vjen. Kemi një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv ditën e diel, këtë të diel, pra datën 8, duke qenë se do të kemi një kënd pozitiv të Mërkurit, kjo do të thotë një ndikim vërtet shumë i madh në mënyrë se si ju e perceptoni veten tuaj, suksesin tuaj dhe çfarë vlere jepni vetes, po ashtu dhe çfarë vlere merrni nga ambienti. Është një javë për këtë arsye, e cila do të merret pak a shumë me këto lloj temash. Kjo është edhe arsye që e thash, domethënë që gjërat që janë të domosdoshme bëheni, ndërkohë që gjërat e tjera duke qenë se duhet t'i lini në rrjedhën e kohës dhe duhet të mundohen pak më tepër që të kuptoni se çfarë ju thuhet vërtet ose çfarë po mundoheni ju vetë që të bëni, cili është qëllimi pra që keni. Mund të bëhet shumë e lodhshme nëse ngelin dhe punët e domosdoshme pa u bërë pra. Dhe për këtë arsye shenja e binjakëve gjatë javës në vazhdim, edhe pse do të lodhet, në qoftë se është pak më programuar, është një nga javët ku mund të ketë një rritje vërtet shumë të madhe. Rritja më e madhe do të fillojë të ndihet që ditën e hënë. Ditën e hënë do të kemi disa vendosje, më të themi, të cilat e nxisin shumë krijimtarin ton, nxisin shumë edhe efikasitetin që kemi në jetë, duke qenë se kemi edhe krijimtari edhe efikasitet, kemi mënyra të ndryshme për të zgjidhur edhe problemet tona, madje edhe për të kryer një mënyrë më efikase për ta bërë gjithçka. Këshilla ime do të ishte një lloj tek shenja e demit, që të jemi disi më aktiv, do të këshilloj që të ecni pak më tepër, por të mos e teproni, vërtet me ecje mos e teproni. Por do të këshilloj vërtet që të jeni pak më aktiv në mënyrë që edhe ju gjithë ato tensione që mund të ndjeni, apo në disa raste nëse nuk e gjeni fjalët e duara mund të nevrikoseni pak edhe me veten tuaj, këto mund ta shfryeni pra në një mënyrë më të shëndetshme. Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e binjakëve është futur në një fazë ku lidhjet aktuale janë pozitive, ndërkohë që lidhjet të reja pak a shumë duken pak si të largëta. Jo sepse janë negative, duken pak si të largëta sepse nuk jeni tamam të përqendruar pra se ka çfarë dëshironi. Si rrjedhoj, do t'ju këshilloja që vërtet në këto momente të fokusohesh tek gjërat që i keni në jetën tuaj, sepse aty keni mundësi edhe për t'i zmëlluar edhe për t'i pastruar në atë kohë.
Okej, shenja e gafores. Për shenjën e gafores kemi një lajm vërtet shumë të rëndësishëm pozitiv, mbarimin e retrogradës së Jupiterit, i cili është i vendosur tek shenja juaj. Kjo ka qenë një retrograd e vështirë, më duhet të them, duke qenë se kemi pasur disa kënde të vështira, disa hënë të plota ose vendosje të cilat e kanë sfiduar në mënyrë të dukshme. Kemi pasur pothuajse gjatë gjithë muajit janar këto vendosje të cilat e sfiduan në mënyrë të dukshme shenjën e gafores. Falë këtyre, vërtet që mbylli shumë cikle karmike, por lodhja është lodhje dhe këtë fillojmë domethënë që ta ndjejmë gradualisht tani. Do të vazhdojmë që ta ndjejmë deri ditën e diel, pra deri në datën 8 mars, pas asaj date do të jemi shumë më tepër aktiv, do të kemi energji më të lartë. Duke qenë se dhe Venusi do të kaloj sot tek shenja e Dashit, fokusimi kryesor në këto momente për shenjën e Gafores është karriera, suksesi, arritja e qëllimit, pra, dhe fokus shumë i madh këtu. Mbi të gjitha marrin dhe një vlerësim vërtet shumë të madh edhe nga personat të cilët janë përgjegjësit e tyre, pra eprorët e tyre. Kjo është edhe arsye që kanë një motivim shumë më të lartë. Duke filluar nga dita e martë të tutit, do të keqen se do të kemi kalimin e hënës tek shenja e Shigjetarit, që është e drejtuar nga Jupiteri, i cili aktualisht është i vendosur tek shenja e Gafores. Kjo do të thonë që mund të kemi shkëmbime shumë interesante informacionesh, të cilat vijnë nga burime të cilat nuk i ka shkuar në mendje, por sidomos mund të vinë nga personat që kemi bashkëpunuar në të shkuarën në një mënyrë ose në tjetër, ose nga shoqëria jonë e vjetër, të cilat na ndihmojnë që ne të krijojmë një farë stabiliteti në jetën tonë. Ky stabilitet vjen edhe më tepër, jo vetëm në anën materiale, pra, por edhe më tepër për sa i përket vendosjes tonë në shoqëri. Për shenjën e Gafores kjo është një javë vërtet shumë vendimtare, shumë e rëndësishme dhe pozitive mbi të gjitha. Pas kësaj, gradualisht, duke qenë se planetet do të fillojnë që të kenë kënde negative me Jupiterin, duke filluar nga java që vjen, pra duke filluar nga data 17 mars, gjatë kësaj jave kemi një javë pak a shumë pushimi dhe shpërblimi të gjithë punës dhe mundit që ka bërë deri në këtë moment shenja e Gafores. Kemi një fokusim vërtet shumë të madh tek vetvetja dhe mbi të gjitha, që është pjesa më e rëndësishme, kemi edhe një ndihmë shumë të madhe si nga kolegët, po ashtu edhe nga familjarët tanë, në mënyrë që ne të ndjehemi persona të cilët jemi pak a shumë të bekuar gjatë gjithë javës në vazhdim. Ndër ndikimet të cilat mund të kenë qenë pak problematike deri ditën e mërkurë të kësaj jave, deri në datën 4 mars, kemi pasur probleme në lidhje me shëndetin ose një energji të ulët dhe mos kemi pasur fuqi që t'i bëjmë gjërat, pra. Ndërkohë që java që vjen, duke filluar që nga data 9 mars, do të jetë komplet e kundërta, do të kemi një energji më të lartë, do të jemi shumë më të qartë se çfarë do të bëjmë dhe si rrjedhoj do të kemi dhe një rritje vërtet kolosale. Në lidhje me shëndetin, më duhet të them thjesht këtë si gjë që nëse e teprojmë me aktivitetin fizik, mund të bëhet pak më i lodhshëm se çfarë duhet dhe si rrjedhoj mund të kemi edhe prekje më tepër se sa shenjat e tjera tek shëndeti fizik, sepse gjithsesi Jupiteri ka dhe vetin e zmadhimit. Shenja e Luanit, për shenjën e Luanit, ditë të cilat janë shumë pozitive, vërtet shumë pozitive, është dita e martë dhe mërkur, janë dy ditë të cilat janë vërtet në disa ndikime shumë pozitive, sepse do të kemi kënde pozitive të hënës me Saturnin, me Neptunin dhe me Venusin. Prandaj dhe për shenjën e Luanit kemi një vrap përpara në këto momente, por duke qenë se dielli, që është drejtuesi juaj, është vendosur tek shenja Peshqve dhe është një shenjë ujë kjo, do me thënë që energjia gjithsesi është e ulët, prandaj dhe këtë vrapin ta bëjmë të kujdesshëm. Në qoftë se është një rrugë që e dini, keni bërë provën përpara, atëherë normalisht mund të vrapojmë, por nëse nuk jeni të sigurt, normalisht të ecim me një hap më të sigurt ka më tepër rëndësi, pra të ecim pak më ngadalë në mënyrë më të sigurt. Gjithsesi për shenjën e Luanit në këto momente kemi një fokusim vërtet shumë të madh tek vlera e tij, kemi një rritje vërtet shumë të madhe edhe në karrierë gjatë gjithë javës, më duhet të them, e dieni do ta ndjejmë këtë. Duke filluar që nga dita e hënë do të kemi një ndihmë shumë të madhe edhe nga partnerët tanë. Kjo në fillim mund të duket sikur po na kundërvihen, por nëse i dëgjojmë me vëmendje, do të arrijmë që ta kuptojmë edhe ne se çfarë po na thonë në të vërtetë.
dhe mund të bëjmë disa dialogje ose diskutime të cilat do të na ndihmojnë që të kemi një rritje vërtet kolosale. Shenja e Luanit që gjithë javës në vazhdim ka shumë fat. Është një nga shenjat që kam tepër fat, por duke qenë se energjia është e ulur, pra siç e thash, mos ketë mundësi që ti përdor të gjitha këto shanse që do t'i dalin përpara. Prandaj dhe timi përzgjedhës ka shumë rëndësi. Në këto momente kemi mundësi vërtet shumë të madhe për të qenë të suksesshëm në karrierë, por pothuajse të gjitha shenjat e njëjta është e vlefshme dhe për ju, duke qenë se edhe Urani, i cili në këto momente është vendosur tek shtëpia e karrierës për ju, ka disa kënde pozitive, si me hënën gjatë gjithë javës në vazhdim, po ashtu dhe gradualisht do të fillojë të krijojë edhe kënde pozitive me diellin, prandaj do të shkëlqej pak ashtu idetë në lidhje me zhvillimin përsëris tek karriera juaj. Përsa i përket të ardhurave materiale, është një javë në të cilën më tepër këto të ardhura materiale mund të vinë nga bashkëpunimet që keni bërë në të shkuarën ose rikthimet e borxheve, pak a shumë në këto fusha mund të luajnë, ndërkohë që për çdo gjë që dëshironi të ndryshoni në shtëpi, këtë elektroshtëpiake ose gjëra të tilla, vërtet që do të këshilloja që nëse nuk është e domosdoshme në këto momente të mos e bëni. Kjo faktikisht e vlefshme për të gjithë ne, por për ju gjatë kësaj jave mund të jetë disi pakës domethënë më problematike. Shenja e Virgjëreshës, për shenjën e Virgjëreshës kjo periudhë është disi e çuditshme, më duhet të them. Kemi retrogradën e Mërkurit, por e ndjen se ndjen shenja e Virgjës është pak me pikë pyetje. Arsyeja është sepse në këto momente drejtuesi tjetër juaj, që është Ceresi, është vendosur tek shenja e Dashit, dhe kur Ceresi është vendosur tek shenja e Dashit, është në fillimin e stinës së tij, stinës së saj. Duke qenë se Ceresi është perëndesha e natyrës, e begatisë. Kur jemi në stinën e pranverës, pra, siç është Dashi, për Ceresin, domethënë që është në periudhën e saj të lulëzimit, prandaj dhe kjo do të thotë që edhe ju vetë jeni në lulëzim, por duke qenë se drejtuesi tjetër Mërkuri është në retrograd, jeni të shpërqendruar dhe ju një lloj si ishte tek shenja e binjakëve. Fati juaj është se e kuptoni vërtet shumë mirë se nga ju vjen ky shpërqendrim, arrini që ta kuptoni se si duhet të veproni. Problemi është se në këto momente jeni dhe të lodhur edhe nga jeta, domethënë sepse kanë nxjerrë shumë problem përpara, prandaj edhe nuk doni më që të prisni. Normale që kjo mund të thotë edhe probleme në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm, por nga ana tjetër, në qoftë se merrni disa riske të kontrolluara ose të llogaritura mirë, mund të keni fitime vërtet shumë të mëdha. Prandaj juve vërtet që nuk mund t'ju them që në këto momente duhet jeni të qetë, të veproni, jo, përkundrazi në këto momente risjet e kontrolluara pra të llogaritura mirë janë të këshillueshme. Madje në këtë pikpamje mund të merrni një ndihmë vërtet kolosale nga shoqëria juaj. Javën e kaluar ose më thënë kur bëra parashikimin e gjithë muajit mars, më kanë thënë shumë shpesh që socializimi për shenjën e Virgjëreshës është vërtet shumë i rëndësishëm në këto momente dhe kjo është e vërtetë. Për shenjën e Virgjëreshës që gjithë muajit mars do të kemi rigjenerimin e këtyre marrëdhënieve. Hyrjen në jetën tuaj madje të disa personave të rinj ose rikthimin e personave që kanë qenë të rëndësishëm. Përsëri flas në lidhje me shoqërinë në të shkuarën dhe fakt kësaj gradualisht do të filloni që të ndërtoni atë jetën që ju dëshironi, do të jeni më të suksesshëm pra në çdo aspekt pothuajse të jetës, sepse do të merrni një ndihmë vërtet shumë të madhe. Përsa i përket lidhjeve sentimentale, jeni shumë të favorizuar. Do t'ju këshilloj që të prisni detyrimisht që të filloni një lidhje të re datën 22 mars, por duke filluar që nga data 12 mars e tutje, pra që është dita e njëjtë e tutje, vërtet që mund të keni hyrje në jetën tuaj të disa personave shumë të rëndësishëm, të cilët mund të jenë vërtet personi juaj i jetës. Prandaj, që ti merrni parasysh dhe të jeni më social, pra është shumë e rëndësishme vërtet për ju në këto momente. Në lidhje me shëndetin fizik, për fat të mirë, vërtet për fat të mirë, domethënë ai eklipsi i hënës edhe nxori në skenë gjithçka që ishte problematike dhe ajo atë çfarë kemi problematike tashmë e dim dhe dim se si t'i gjejmë kura, nuk është se kemi më surpriza, pra kjo është e rëndësishme. Okej. Është edhe një temë që më kanë pyetur shumë persona që janë tek shenja e Virgjëreshës, prandaj thjesht po e them, sepse më kanë pyetur në lidhje me të ardhurat materiale. Në këto momente investimet që bëhen, pra siç e thash, nëse marrim disa riske të kontrolluara, vërtet që mund të kthejmë mbrapsht të ardhurat materiale vërtet shumë të mirë, prandaj qëndroj pak më tepër aty. Merrni mendje tani. Vërtet më kanë pyetur shumë persona të shenja e Virgjëreshës, prandaj doja ta thoj.
Shenja e peshorës. Për shenjën e peshorës, kalimi i Venusit tek shenja e Dashit është një periudhë vërtet që merr zjarr, domethënë. Fokusimi kryesor është tek partneritetet. Shikojmë vetëm edhe shumë qartë se cilët janë personat që nuk ne kanë më shumë të mirë. Ka dhe këtë si cilësi, domethënë kjo si periudhë ose karakteristik. Prandaj dhe të gjithë shoqëria ose njerëzit që i njihnin po nuk i njihnin mirë, domethënë që i njihnin pak nga larg ose kolegët tanë, të cilët nuk është se ne kanë më aq të drejtë, gjatë kësaj periudhe fillojmë dhe i vëmre. Kjo është pak a shumë periudhë ideale në të vërtetë për shenjën e peshorës. Duke qenë se është një shenjë e cila për të qenë në një marrëdhënie mund të sakrifikojë vërtet shumë, mund të heqë dorë nga shumë parime të saj. Gjëse periudhe kupton se cilët janë këta persona që ja vlen që të heqë të parime nga jeta ose ti mirëmbaj ata. Në përgjithësi, parimet janë gjë e mirë, por në qoftë se janë kanë themelet e tyre pra në disa ideologji ose kushtëzime që të pashëndetshme, normal që është e shëndetshme për ne dhe e drejtë që t'i heqim nga jeta jonë dhe kjo është pikërisht momenti ideal. Por në këtë moment të shenja peshorës vërtet që ka një rritje kolosale në karrierë. Vërtet, është periudha që lulëzon në karrierë, sepse këtu merr një ndihmë shumë më të madhe nga sistemi, bëhet person i kërkuar në pothuajse në çdo ambient, nuk ka rëndësi fare profesioni që keni, bëheni person që tregoni me gisht, domethënë për diçka në anë pozitive, domethënë, jeni shumë më të aftë, jeni shumë më tepër praktik, keni një veçanti e cila çdo problem mund ta shndërojë në mundësi në këto momente, prandaj dhe bini shumë më tepër në sy në lidhje me karrierën tuaj. Jeni shumë të suksesshëm, pra. Bëni pak a shumë një farë figure autoriteti. Ose profesional pra për punën që bëni, prandaj dhe vërtet që këshilla ime do të ishte që në vend që të fokusohemi kaq shumë tek partneritetet, do të këshilloj që të fokusohemi pak më tepër tek karrierë, sepse këtu do të keni më tepër mundësi që të krijoni të stabilitetin që juve ju e keni të domosdoshme në mënyrë që të mos jeni shumë të varur edhe nga partneri juaj. Pas kësaj, për shenjën e peshorës do të futemi në një fazë që është vërtet në një rritje konstante, por duhet ta bëj këtë, duhet të bëj ato të kryej balancat siç duhet, fiks në këto momente. Dhe siç e thash, duke qenë se perceptojmë dhe se cilët janë miq dhe cilët janë armiqtë tanë, normalisht kemi edhe më tepër mundësi që ta krijojmë këtë balancë, kemi më të thjeshtë pra. Në lidhje me shëndetin, shenja e peshorës është në një fazë pozitive. Problemet, njëllësisht tek shenja e virgjeshës pak a shumë, problemet që kishin për të dalë dolën. Ajo rëndesa që mund të kemi pasur në botën tonë të brendshme, në anën tonë psikologjike, edhe atë tashmë hoqim qafe, dhe kemi më tepër mundësi që thjesht të shohim përpara dhe të avancojmë. Ditën të vështirë, po e them që tani dita e shtunë mund të bëhet pak problematike në lidhje me marrëdhënie familjare për ju. Në vërtet që mund të bëhet problematike, madje do të këshilloja që në qoftë se mos për meshkujt, por edhe ferma normale mund të futen, në qoftë se nëna juaj mundohet që të thotë diçka, në cila është ose ju thotë diçka që është kundër partnerit tuaj, ose në një farë mënyrë ju le pikpyetje lidhje me partnerin tuaj, do të këshilloj që ta rishikonit dhe të vrojtoni situatën, mos e merrni fjalën e saj për të qenë, domethënë, sepse është një ditë e cila vërtet mund të bëhet problematike dhe mund të shkaktojë dëme të rëndësishme. Shenja e akrepit. Shenja e akrepit ditën e dielë, ditën 18 mars e ka shumë pozitive. Është dita që shndërrohet komplet, domethënë. Mitologjia e akrepit është akrep, gjarpër, Phoenix. Është pak a shumë momenti që shndërrohet, që rilind nga hiri, pra, kthehet në Phoenix. Prandaj është shumë pozitive së ditë. Gjitha ato plagët që ka marrë deri në këtë moment gjen mënyrë dhe forcën për t'i shëruar, pra, gjen fuqinë brenda vetes. Prandaj për shenjën e akrepit jam vërtet shumë e lumtur të them që gjatë gjithë javës në vazhdim ka një ndikim pozitiv, pothuajse gjatë gjithë javës. Duke filluar nga dita e hënë, kemi hënën të vendosur ende tek shenja juaj dhe mbi të gjitha do të vazhdoj që t'jedhë në kënde pozitive, edhe pse të largët me Jupiterin. Vazhdojmë që të kemi ndihmë shumë të madhe nga sistemi. Këtë ndihmë në përgjithësi e marrim nga personat të cilët kemi besim tek fjalët e tyre, që mund të jenë pak a shumë njerëz që kanë një farë autoriteti në jetën tonë. Këtu nuk bëhet fjalë për bëhet fjalë për ata që janë pak a shumë mësues, pra në
pikpamje ose një tjetër. Na kanë dhënë një farë informacioni, pra. Dhe ata bëjnë pak a shumë edhe drita që gjithë javës në vazhdim. Është një javë shumë pozitive për shumë aspekte, një për të kryer lidhje të reja, sentimentale, lidhje të reja partneriteti, për të rregulluar të gjitha marrëdhëniet që kanë qenë problematike në shtëpi, për të rishikuar dhe të gjitha lidhjet të cilat kanë qenë të thyera në partneritetet tona, të rishikojmë edhe një lidhje të shkuars me një sy tjetër më të shëndetshëm në mënyrë që jetën në vazhdim të ndërtojmë në themele shumë më të forta. Shenja Akrepit javën në vazhdim e ka vërtet rilindje komplet dhe shumë pozitive për këtë arsye. Është një nga javët ku plagët vërtet që gradualisht fillojnë dhe, domethënë, ajo korja e fundit fillon dhe rrëzohet dhe del pikërisht personi që duhet të jetë, domethënë. Kemi një ndikim vërtet shumë pozitiv përsa i përket të ardhurave materiale, do të fillojmë që ta ndijmë punën që kemi bërë të marrim, pra të ardhur material, duke filluar që nga dita e martë tutje. Kemi një komunikim vërtet shumë pozitiv, kemi fat vërtet shumë të madh, duke qenë se dielli ishte vendosur në këto momente tek shtëpia e tyre e fatit. Dhe mbi të gjitha këto, dim edhe se si t'i përdorim. Pra nuk është se thjesht i kemi, dim vetë se si t'i përdorim. Kemi ndryshimin në mënyrë se si edhe e shfaqin veten e tyre, shenja e Akrepit, prandaj edhe mund të kemi edhe ndjejmë edhe nevojën që të kujdesemi pak më tepër për pamjen tonë të jashtme, në disa raste mund të ndjejmë edhe të nevojshme që ta ndryshojmë atë. Kjo është diçka që vërtet do t'ju këshilloja, do të këshilloj që të jemi pak më social nëse kemi qëndruar pak më të izoluar gjatë periudhe, do të këshilloj vërtet që të fillojmë që të dalim të socializohemi pak më tepër. Dhe në qoftë se jeni në një lidhje, vërtet që do t'ju këshilloja që këtë javë komplet, duke filluar madje që nga dita e diel, që nga data 8 mars, ta përdorni për të shëruar çdo lloj lidhje që keni në jetën tuaj, por sidomos lidhjen tuaj në partnerin tuaj, pra bashkëshortin, sepse është një javë të cilën e kemi këtë aftësi. Kemi aftësi që të transformojmë pra gjithçka në atë çfarë duam në jetën tonë. Shenja e shigjetarit. Për shenja e shigjetarit është një javë shumë e rëndësishme pozitive. Atëherë, do të mbaroj retrograda e drejtuesit tuaj. Mbaron ditën e Ente, që është edhe dita e Jupiterit. Dhe mbi të gjitha kemi edhe kënde pozitive të Jupiterit që gjithë javës në vazhdim, si me diellin, po ashtu me Mërkurin, do të jemi në një fazë shumë pozitive për këtë arsye, marrim një ndihmë të vazhdueshme nga sistemi, duke qenë se Jupiteri është i vendosur tek një fix, tek Sirius, më të themi, i cili është ylli i sistemit. Prandaj dhe marrim edhe informacione, downloadime të vazhdueshme se cila është rruga që ne duhet të ndjekim. Bëjmë pak a shumë ajo drita në çdo ambient ku futemi, sepse jemi shumë më tepër të logjikshëm. Kemi një farë diturie, pra, dhe kjo normale që e shndron çdo ambient ku futemi, e shndron në një ambient më tepër të bekuar, mund të them. Kemi aftësi vërtet shumë të mëdha që të dallojmë njerëzit se kush janë të vërtet dhe si rridhon nëse është e nevojshme të qëndrojmë larg të gjitha ato ciklet karmike që ekzistonin deri në këto momente, për fat të mirë i zgjidhëm dhe jemi në momentin që shenja shigjetare vërtet mund të rritet. Pak më tepër që Venusi është i vendosur tek shenja e Dashit, që është edhe shtëpia e dashurisë. Pra, prandesha e dashurisë është vendosur tek shtëpia e dashurisë, prandaj dhe jemi në fazën ku shenja shigjetare është i dashuruar. Ka mundësi për të krijuar lidhje, jemi futur në fazën ku mund të kemi krijimin e fëmijëve, të familjeve, por më e rëndësishme është jemi futur në fazën e krijimit të jetës që ju dëshironi. Prandaj dhe është periudhë vërtet shumë pozitive. Mënyra se do t'ju këshilloj që ta përdorni në maksimum, duke qenë se energjia është duke u riformuar në këtë moment, sepse Jupiteri kur është në momentet e fundit, sapo del nga retrograda dhe sapo ka filluar lëvizjen e drejtë, është shumë i ngadalësuar. Prandaj çdo gjë të këshilloj ta bëni pak më tepër moderitet. Kemi mundësi që të bëjmë të gjitha gjërat, mjafton që të kujtojmë vetëm këtë së gjë. Dhe të mos mundojmë që të bëjmë të gjitha gjërat njerëz, sepse asnjëherë nuk bën të gjitha gjërat njerëz, duhet të përzihen, të bëjmë një nga një pra. Një ndër këshillat e tjera, duke qenë se pengesat që kishim në lidhje me
avancimin tonë në karrierë. Tashmë i tejkaluam ose të paktën i pam se cilat ishin ato, kemi mundësi që të rritemi shumë edhe këtu dhe për të krijuar edhe të ardhur materiale të mira, për të jetuar të qetë, të lumtur, na duhen edhe të ardhur materiale, ky është realiteti ku jetojmë, prandaj të fokusohemi edhe këtu ka rëndësi, siç e thash jemi pak të dashuar me jetën dhe ky mund të kthehet në një optimizëm i cili mund të bëhet pak toksik, ti jemi realist, ka shumë rëndësi për gjithë javës në vazhdim. Në lidhje me shëndetin, jam shumë e lumtur të them që për të gjithë ne, po sidomos për shenjën e shigjetarit, jemi futur në një fazë shërimi, sidomos në qoftë se keni pasur dhimbje pa kuptime të gjithë trupin tuaj, është momenti i fundit. Pra dita e martë do të jetë momenti i fundit, edhe gjatë asaj dite do të jenë shumë më të zbutura. Shenja e bricjapit. Shenja e bricjapit është shumë e favorizuar në këto momente. Ka një vendosje shumë pozitive, keni një vendosje shumë pozitive, është Shunoja. Shunoja është në mitologjin greke është Hera, pra është gruaja e Zeusit, gruaja e Jupiterit. Dhe për këtë arsye është edhe perëndesha ose më thënë mbretëresha e qiejve. Është një astret shumë i fuqishëm dhe shumë pozitiv. Domethënë, ndërkohë që Jupiteri është mbreti i perëndive, ajo është mbretëresha e perëndive. Pra ka një fuqi të ngjashme me Jupiterin dhe sjell gjithmonë fat. Ka një ndikim shumë pozitiv në lidhje me martesat, prandaj dhe në këto momente shenja e bricjapit është në fazën ku mund të gjej personin e jetës. Pavarësisht se kemi retrogradën e Mërkurit, këta persona i dallojmë, do të thonë që të perceptojmë. Problemi vetëm është që mund të mos dimë se si të flasim, domethënë ky është problemi vetëm në lidhje me këta persona. Ndërkohë që në gjitha aspektet e tjera kemi këtë aftësi, madje kemi një intuit shumë të lartë. Tashmë, duke qenë se sot kaloi dhe Venusi tek shenja e Dashit, kemi krijimin e një begatie, një bazament i vërtet shumë të fuqishëm, ku mbi të cilin mund të ndërtojmë komplet jetën që ne dëshirojmë, begatin që ne dëshirojmë, kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të qenë të suksesshëm në punë, jemi shumë më deciziv, edhe në mënyrë se si i bëjmë gjërat, edhe në mënyrë se si i komunikojmë ato, pavarësisht po e them, pavarësisht se Mërkuri është në retrograd. Jeni pothuajse e vetmja shenjë që nuk ndikojeni kaq shumë nga kjo, sepse në këto momente Saturni krijon shumë një bazament shumë të fortë, pra krijon rrënjë shumë të forta, duke qenë se është e vendosur tek shtëpia juaj e banesës, aty janë dhe rrënjët. Por këto nuk është se vinë pa në mbrapa shtesa nga mbrapa, duhet të jemi gjithmonë shumë të kujdesshëm. Marrëdhëniet që kemi me familjarët tanë duhet të jemi shumë të kujdesshëm, të mos e teprojmë ndjesin e përgjegjësisë dhe të tejkalojmë kufijin tonë. Duhet të bëjmë aq sa që jemi të detyruar që të bëjmë, ose më themi se çfarë është të shëndetshme që të bëjmë, të mos futemi në punën e tjetrit pra. Të mos imponohemi dhe të mos i lejojmë, sidomos prindrit tanë që të imponohen tek familja jonë. Pra, prindrit tanë të imponohen tek familja që ne kemi krijuar. Këtu bëhet fjalë për ata që janë të martuar dhe që po kanë krijuar familjen e tyre tashmë, duke qenë se një lloj siç ishte tek shenja e peshorës, edhe ju mund të jeni në këto ndikime. Kjo edhe për ju është e rrezikshme ditën e shtunë, duke qenë se do të kemi hënën të vendosur tek ju dhe në këndë negative pikërisht me Shirone. Kjo mund të krijojë plagë vërtet të rënda brenda martesave ose edhe midis martënës që keni me prindrit tuaj, në qoftë se i lejoni për këto gjëra. Duhet të vini kufi të shëndetshëm dhe të mirëmbani ato, kjo është e rëndësishme, dhe të mos i lejoni personat që të tejkalojnë kufirin e tyre. E njëjta që është e rrezikshme edhe në lidhje me partnerët tuaj, pra mos e lejoni që ata të kundërvijnë familjarëve tuaj, së prindërve tuaj. Qëndrova pak më tepër këtu, është një pikë e cila në këto momente po krijojnë disa dinamika të reja, të cilat në qoftë se vjen në vend që në këto momente nuk do të keni probleme për 2 vitet në vazhdim, por në qoftë se në këto momente ja anashkaloni se zgjidhen vetvetiu, me mendimin se do të zgjidhen vetvetiu, atëherë do të mbani në kuris për 2 vite në vazhdim, që është detyrimisht nuk do t'ja këshilloja. Në lidhje me çështje sentimentale, përmend është një periudhë vërtet shumë pozitive, krijimin e lidhjeve të reja do t'ja këshilloja, por detyrimisht pas datës 22, sepse të gjitha lidhjet që krijojmë në këto momente janë lidhje karmike. Por për ju kemi edhe një ndikim të tillë. Ish bashortët tuaj mund të rikthehen në jetën tuaj. Bashortë, personat të cilët keni bashkëtuar, që keni pasur lidhje serioze pra, mbi 1 vjeçare, po e them në këtë mënyrë, ata mund të rikthehen në jetën tuaj për të kërkuar mbylljen e komplet atij cikli ose për të kërkuar që të rikthehen komplet në jetën tuaj. Se çfarë bëni me këto është në dorën tuaj, ju mendimin tim e dini, nëse nuk e dini përsëris.
Unë jam kundër rikthimeve të lidhjeve të shkuara sepse ka pasur një arsye që kam mbaruar që si zgjidhja është personale. Në lidhje me shëndetin, njëllësht të këshinjë shqyqetarit, jemi në një fazë ku kemi vërtet shërim për të gjitha shenjat dhe për ju, duke qenë se më të keni pasur më problematike pjesën e fytit dhe mushkrit, domethënë, edhe kjo viroze që ishte në këto momente prekte këtë zonë, tashmë jemi futur në fazën e shërimit, që letoj dhe ju do të filloni ta ndjeni në mënyrë të dukshme, duke filluar që nga data 8 mars, pra ditën e diel. Shenja e ujorit. Për shenja e ujorit kemi një ndikim të rëndësishëm, pozitiv, më duhet të them, duke qenë se tashmë jemi futur në një fazë ku shenja e ujorit e di vlerën e tij shumë mirë. E di shumë mirë, domethënë, si vlerë materiale, se çfarë meriton nga puna që bën, po ashtu edhe vlerën që duhet të marrë nga familjarët e tyre, nga partnerët e tyre, prandaj dhe të gjitha lidhjet i krijon duke marrë parasysh këtë si gjë. Shenja ujore që gjithë javës në vazhdim ka mundësi vërtet shumë të mëdha dhe për të kryer të ardhur materiale të mira. Kjo vjen nëpërmjet investimeve. Një lloj siç ishte pak a shumë tek shenja e virgjëreshës, në qoftë se bëjmë investime ose marrim disa risje të llogaritura mirë, keni mundësi edhe jo të mëdha për të fituar. Normale duhet të jemi shumë të kontrolluar, duhet të llogarisim disa herë gjërat dhe duhet të llogarisim edhe se çfarë do të ndodh pas disa viteve, pra nuk duhet jemi të shikojmë vetëm për momentin, duhet të jemi vërtet larg pamës, gjë që ju e keni aftësi, prandaj edhe do t'i kushtoj që ta përdorni për këtë talentin tuaj. Për sa përket marrëdhënieve familjare që gjithë javës në vazhdim, jemi në një fazë shumë pozitive. Çdo problem që ka ose më themi situata ku nuk kanë qenë pak të tensionuara nga java e kaluar, sidomos duke qenë se kishim edhe kënd negativ të Uranit me Marsin që ishte vendosur tek shenja juaj, tashmë fillojnë dhe zbuten, gjejmë rrugë të përbashkët, kemi një komunikim shumë tepër pozitiv dhe mbi të gjitha kemi një aftësi kolosale, më duhet të them, që të gjejmë rrugë të përbashkët me pothuajse të gjithë njerëzit që kemi në rrugë në jetën tonë. Dhe këtu është më tepër vlefshme marrëdhëniet që kemi me kolegët tanë, pra kolegët tanë pak a shumë gjatë gjithë javës në vazhdim bëhen miqtë tanë më të mirë, sepse edhe mund të bashkëpunojmë shumë mirë me ta, jemi shumë më tepër efikas edhe në punës dhe se si e bëjmë atë. Dhe mund të jetë edhe një nga pikat që do t'ju këshilloje që të përdorni për të bërë atë investim, pra që përmenda përpara, në mënyrë që të keni fitime të mira materiale. Ditën e diel për ju është shumë e rëndësishme, kjo e diel, data 8 mars, duke qenë se do të kemi një kënd pozitiv i cili shëron të gjitha pak a shumë traumat, ajo çfarë, pra në qoftë se e shpërdoronit param, pra është një farë shërimi nga sistemi që vjen ditën e diel, do të këshilloj për këtë arsye, për të gjithë ata që dëshirojnë, është me dëshirë, që të bëjnë një farë rituali ose meditimi, pra të vini një qëllim të mirë, pra në mënyrë që në jetën tuaj tashmë të mos keni harxime, pa kriter, të jeni më të përqendruar për se çfarë dhe të vijë dhe begatia më lehtë. Në lidhje me çështje sentimentale, jemi në fazën ku duam të kemi lidhje të reja, vërtet, kur Venusi kalon tek shenja e dashit dhe duam të gjithë të si gjë, dhe për ju është mënyra e komunikimit, ajo çfarë thoni, pra realizohet dhe mund të keni dhe për këtë arsye edhe njerëz që tërhiqni pak a shumë me fjalën tuaj në jetën tuaj. Për ata që kanë një lidhje, janë në një lidhje aktuale, është një fazë shumë pozitive sepse përzgjedhim shumë bukur fjalët që duhet të themi dhe i fitojmë dhe zemër për atyre personave. Okej, shenja e peshëve. Shenja e peshëve është vërtet shenja që rritet shumë në këto momente. Ka një fat vërtet shumë të madh, vërtet ka fat shumë të madh. Problemi është se është edhe shumë impulsiv. Dhe një problem tjetër që ka, domethënë, është se ka më tepër besim tek fati sesa aftësitë e tij. Ndërkohë mund të ketë shumë aftësi, domethënë, po më tepër që të mbështetet tek aftësitë që ka, mbështetet tek fati. Kjo është një pak a shumë vërtet një paradoks, domethënë, në këto momente tek shenja e peshëve kemi aftësi vërtet shumë të madhe për të rritur, për të zhvilluar, por fokusohemi tek gjërat e gabuara, pra. Si rrethoj, këshillimi do të ishte që të mos veprojmë në mënyrë impulsive, sepse këtë kemi si tendencë, jemi dhe pak të lodhur dhe duam të bëjmë të gjitha gjërat tashmë, se duam të fillojmë që ta jetojmë jetën, por normalisht nuk na këshillohet, domethënë duhet të jemi më të matur. Dhe këtë maturim mund ta gjejmë në qoftë se ne si fillim argëtohemi, në qoftë se nxjerrim atë trysnin, tensionin që ndjejmë brenda vetes,
në një mënyrë ose në një tjetër, gjithsecili ka hobit e tij, ka gjërat e tij të cilat i pëlqejnë që të bëjnë, do t'i këshilloj që të bëni ato. Dhe pas kësaj të fokusohemi tek gjërat që duhet t'i bëjmë, patjetër. Nëse i bëjmë ato, nëse i mbarojmë ato, kemi mundësi pastaj që të fokusohemi edhe tek gjërat e reja që duam t'i provojmë. Për sa përket të ardhur materiale për shenjën e peshqve, ky është moment shumë pozitiv. Vërtet shumë pozitiv sepse kemi tërheqjen në jetën tonë të një kapitali të mirë, domethënë. Ose mund të marrim të ardhurat të mira nga puna jonë, që kemi një vlerësim shumë më të madh në këto momente, sidomos persona të cilët kanë punuar për një kohë të gjatë tek i njëjti vend, në këto momente marrin shpërblim vërtet shumë të madh. Personat të cilët punojnë në mjekësi, edhe ata kanë një shpërblim vërtet shumë të madh, ose personat të cilët edukojnë masat në një mënyrë ose në tjetër, edhe këta kanë një shpërblim vërtet shumë të madh. Dhe në lidhje me shëndetin, është një fazë vërtet shumë pozitive, sidomos për personat që vojnë nga sëmundje kronike, por më tepër personat që vojnë nga alergjit. Jemi në një moment që alergjit vërtet shpërthejnë, sepse të gjitha lulet kanë çelur dhe në përgjithësi poleni është ndikues shumë i madh, por ky vit mund të bjet pak më ndryshe sepse mund të keni disa zgjidhje më të lehta, mund të dalë përballë, domethënë disa zgjidhje më të lehta, prandaj do t'ju këshilloj që të drejtoheni për te mjekësisë klasike, pra të drejtoheni edhe tek mjekësia tradicionale ose ajo bimore, mund të gjeni disa zgjidhje të cilat mund t'ju ndihmojnë vërtet shumë. Në lidhje me çështjet sentimentale. Shenja e peshqve, sidomos duke filluar nga data 12 ndjes e tuti me kalimin e Jupiterit tek lëvizjet i drejtë, futet në një fazë ku ka shumë fat në dashuri. Vërtet shumë fat, domethënë kemi edhe rikthime në disa personave të cilët nuk kemi pasur lidhje, persona që mund na kenë pëlqyer pra në të shkuarën, por për një arsye ose për një tjetër mund na jenë ndarë rrugët, kemi rikthimin e tyre në jetën tonë për të provuar nëse mundet apo s'mundet që të krijojmë lidhje. E dim që deri në datën 22 është retrograda e Mërkurit, prandaj do të këshilloj që këtë ta bëjmë. Fillojmë pra ti marrim parasysh këtë person pas datës 22. Të njëjtën gjë që i kishte shenja e peshqve, që vlerësohen shumë personat që në një farë mënyrë edukojnë, domethënë, e ka edhe shenja e pritësjapit. Madje shenja e pritësjapit e ka edhe më tepër. Do ta ndihesh shumë këtë edhe këtë fundjavë. Pra të gjithë ata që janë mësues dhe janë shenja pritësjapit, vërtet që këtë fundjavë do ta ndihen edhe më tepër. Do të vlerësohen pra shumë më tepër edhe nga masat. Okej. Unë do ta ndjeni gjithsesi, po thjesht doja të thoja, ishte një ndikim shumë i bukur, prandaj doja të thoja. Okej. Faleminderit të gjithëve që erdhët, morët pjesë dhe më dëgjuat. Dhe shehemi përsëri ditën e hënë. Këtë të hënë do të flas në lidhje me ciklin e hënës, tashmë do futemi përsëri në ritëm. Okej. Për gjithë ata që nuk e ndoqën, si gjithmonë mund ta ndiqni nesër, do të jetë te kanali im YouTube gati. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri. Pafshim. Natën.